Të gjitha klasat e medikamenteve janë prezent në Shqipëri. Në muajin nëntor ne presim që të futet në rimbursim edhe semaglutidi, një preparat Ozempiku i famshëm për cilin diskutohet vazhdimisht. Po, domethënë do të jetë në Shqipëri, besoj nga fundi këtij muaji do të bëhet edhe lançimi i këtij preparati, por që medikamentet mjekojnë sëmundjen, por neve duam që t'i parandalojmë, t'i paraprim, sepse kjo është ideja e mjekësisë sot, që të parandalojë që të mos fillojë sëmundja, sepse kushton më pak në këtë drejtim. Kemi pothuajse të gjitha llojet e insulinave që janë prezent në Shqipëri dhe që janë në rimbursim. Kemi arritur që të sigurojmë rimbursimin për fëmijët dhe të rinjt deri në moshën 25 vjeç dhe për grup moshën e pensionistëve mbi 65 vjeç për fjet, a do të jemi në gjendje të përfshijmë në rimbursim sensorët e glicemisë, të cilët janë revolucioni i dytë në diabetologji mbas zbulimit të insulinës, apo jo? Domethënë këto janë të gjitha plane për të ardhmen, që të kemi pompat e insulinës për ata që janë të rinj me diabet. Pra janë gjëra të cilat është shumë mirë që t'i kemi të gjitha, por duhet mirë kuptuar shteti, sepse nuk është vetëm diabeti. Janë dhe shumë probleme të tjera,